Miqtë mi çmuar, përshëndetje. Sot është data 18 shkurt 2026, prej 10 ditësh, unë së bashku me kishat në Tiranë, në Librazh edhe në Çorovod lutemi dhe agjerojmë për veten tonë, familjet tona dhe gjithashtu lutemi për ju dhe familjet tuaja, sepse besojmë që ne kemi nevojë që të jemi më afër Perëndis dhe prezenca e Tij të transformojë jetën e secili nga ne. Nëse ke dëshirë që unë të bëj një lutje për ty dhe familjen tënde, të lutem qëndro këtu me mua, po përpara se sa unë bëj lutjen, dua të lexoj një varg nga Bibla që është tek 2 Korintasve kapitulli 10, vargu 4 dhe 5 thot: sepse armët e luftës tonë nuk janë prej mishit, por të fuqishme në Perëndin për të shkatruar fortesat që të hedhin poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes Perëndis dhe t'ja nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit. Zoti Perëndi kërkon që ne të hedhim poshtë mendimet të cilat na mbajnë larg njohjes Perëndis, që është Ati, Biri dhe Frymë e Shenjtë. Ndaj të lutem, bashkohu me mua në këtë lutje. Perëndi gjithëpushtetshëm, në emrin e Jezus Krishtit, personin që ka ndaluar familjen e tij tani në këtë moment, nëpërmjet Frymës së Shenjtë, sjell tek froni i Atit dhe shpallçi kjo ditë që nga momenti që është ngritur nga krevati e derisa ai do të shkojë përsëri sonte në krevat e tër natën, mburoja jote do jetë mbi të dhe familjen e tij, dhe shpall që engjëjt e tu mbrojtës do jenë duke e shoqëruar, dhe në shoqërimin që i bëjnë do jenë duke shkatëruar kurthet që djalli ka përgatitur për sot. Drita jote, o Krisht, drita jote shkatërroft pushtetin e errësirës që sulmon nga vendet e ferrit nëpërmjet demonëve, fuqive të errësirës dhe fuqive të ndyra të Satanit. O Krisht i dashur, unë lutem që në emrin tënd të shenjtë çdo qelizë trupit të mikut tim dhe të familjarëve të tij të ketë vulen Jezus, vulen e shërimit, vulen e mbrojtjes, dhe të ketë vulen e bekimeve dhe mrekullive qiellore. Në emrin e Jezus Krishtit shpall që gjërat të cilat ti Zoti ke përgatitur për të dhe familjen e tij të jenë duke ndodhur sot. Hape zemrën, thot Zoti, miku im i çmuar, hape zemrën tënde. Largo mendimet të cilat të mbajnë larg mrekullive të Perëndis. Në emrin e Jezus lutem. Amen. 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 Miku i çmuar, nëse kjo video ishte bekim për ty, të lutem, postoje në rrjetin tënd social që miqtë tu, familjarët e tu t'jenë duke u bekuar. E nëse akoma s'ke bërë follow të profilit tim, bëj follow për video të tjera, e deri nesër, unë them paqja e Zotit qoftë me ty dhe familjen tënde. Mirupafshim.